Ditët e fundit të muajit shtator, moti bën kthesën e papritur në fundjavë. Fundjava e fundit e shtatorit do të sjellë një mot të ndryshueshëm në të gjithë vendin, me periudha me diell, vranësira dhe mundësi rreshjesh të lehta. Priten të kemi temperatura maksimale rreth 25-26 gradë Celsius në zonat perëndimore në Tiranë, ndërsa në orët e mbrëmjes do të freskohet duke zbritur deri në 14 ose 15 gradë. Atmosfera do të jetë kryesisht e mbushur me erë të ndërmjetme dhe her pas here mund të ketë rreshje të lehta shiu, sidomos në orët e pasdites. Dita e diel do të vazhdojë të vijojë me kushte të ngjashme, por temperaturat do të jenë pak më të ulta, me maksimumet që pritet të luhaten rreth 24 deri në 25 gradë Celsius dhe minimumet rreth 15 gradë, ndërsa rreshjet do të jenë të shpërndara dhe jo të dendura. Në zonat malore dhe në brendësi të vendit, ajri do të jetë më i freskët, veçanërisht gjatë natës dhe mëngjesit, ku temperaturat mund të zbresin ndjeshëm. Edhe këtu nuk përjashtojnë kalime vranësirash afat shkurtra, ndërkohë që periudhat me kthjellime do të alternohen me re të dendura. Për fundjavën e ardhshme, qytetarët që planifikojnë aktivitete në natyrë këshillojnë të kenë me vete veshje të përshtatshme për ndryshimet e motit, pasi pavarësisht orëve me diell, mbrëmjet do të jenë më të freskëta dhe shiu i lehtë mund të shfaqet në mënyrë të papritur.